Thot Ebu Dherri radiallahu anhu, shkova te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e gjeta në gjumë. U largova, më pas u ktheva dhe e gjeta të zgjuar. Dhe ai më tha, gjërob i cili thot fjalën la ilaha illa Allah. Pra e thot të fjalë, e kupton dhe punon sipas kuptimit të saj, edhe më pas vdes, vetëm se përfundimi i tij është xhenneti. Të Ebu Dherri i thash, dhe në qoftë se bën zina apo vjedh, ka thënë wa in zana wa in sariq. Dhe në qoftë se ka bërë zina apo ka vjedhur. Pra ka vdekur pa bërë tauba, pa u penduar, sepse me tauben fshihet gjithçka. Ja përsërita pyetjen, dhe në qoftë se ka bërë zina apo ka vjedhur, i ka thënë wa in zana wa in sariq. Dhe në qoftë se ka bërë zina apo ka vjedhur. Dhe pas kësaj Ebu Dherri radiallahu anhu që zakon ku tregonte këtë hadith, e referente, thoshte dhe në qoftë se nuk e pranon hunda e Ebu Dherrit. Pra e rëndësishme është të kuptojmë se pikërisht kënaqësimi i Allahut dhe madhërimi i tij në qoftë se besimtari vdes me tauhidin të papërlyer, përfundimi i tij do të jetë xhenneti.